një dua që i prek pikat ma ku kem nevojë në këtë kohë, edhe është pikërisht për këtë kohë. E lutem Allahun Azza wa Jall më ia lehtësu me mësue, përhape, lexoje, thuja familjes tane, thuje bashkë me familjen tane, ngoja çfarë duaje e mirë. I ka thonë Muhamedi alayhi salam njënit prej shokëve tina, i ka thonë ja Shaddad, nëse i sheh njerëzit të e grumbullu arin, argjendin, pasurin, nëse i sheh njerëzit të nga mas pasunie, shef, thash është doa për këtë kohë, krejt na jem të nga mas pasuris. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, nëse i sheh njerëzit të i grumbullu pasunin, ti grumbulloj, mësoj, thuj këto fjalë. E kjo është ajo doa që po du me o thanë. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr, wal azimata ala rushd, wa as'aluka mujibati rahmatik, wa azaima maghfiratik, wa as'aluka shukra ni'matik, wa husna ibadatik, wa as'aluka قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Ngosh çfarë doa jo musliman, me lut Allahun Azza wa Jall me të forcu në rrugën e drejtë, me të ba rahmet me ty, me ba mrekulli pe rahmetit tina. Me lut Allahun Azza wa Jall me ta mundsu me falendru Allahun Azza wa Jall për mirësitë që ti ka dhënë. Kjo që kem problem sot, na ka dhënë Allahu mirësi e se falendrojmë. Edhe me lut Allahun Azza wa Jall me ta mundsu me adhuru Allahun Azza wa Jall mirë, kur njerëzit shumë pak e adhurojnë Allahun Azza wa Jall. E çuditshme. Tani me lut Allahun Azza wa Jall me na dhënë në zemër shnosh, kur njerëzit po i sheh, edhe një gjuhë sinqert, kur njerëzit po njihen sot, edhe me lut Allahun Azza wa Jall me dhon prej hajrit krejt, që e din Allahu që është hajër për ty, edhe me trujt për sherrët krejt, edhe me t'i fal gjinahet krejt. Kjo është doaja musliman. Kjo doa thuje kur i sheh njerëzit të grumbullu pasuni, ari, argjend, ti grumbulloj këto fjalë, mësoj këto fjalë, thuj këto fjalë. Na du të shkruajna për ty, insha Allah. E ti veç bane foto edhe qite prapa skenë telefonit. Të manë kur të qelsh telefonin, del që kja. Edhe thuj e nditet, një herë, 2 herë, 3 herë. Deri sa nuk ki nevoj me mësu heq. E mësën zemra jote me lejon Allahut Azza wa Jall.